Pas breshrit të kritikave nga Brukseli për mos përmbushjen e reformave, autoritetet në Shkup zotojnë se do t'i përvishen punës për të zbutur dosjen e Maqedonisë në prag të publikimit të raportit të progresit. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Fatmir Besimi theksoi se në krye të agjendës do të jenë marrëveshja e Ohrit për zbatimin urgjentës së cilës këmbguli edhe Brukseli, si dhe pavarësia e gjyqësorit. Së pari për qytetarët e vendit është të sigurojmë që kemi gjyqësor i cili është i pavarur, profesional dhe jo selektiv, të ketë një besueshmëri më të madhe në institucionet e vendit, një demokraci dhe barazi për të gjithë qytetarët, nënkuptojmë këtu për marrëdhëniet si bazë për marrëdhëniet e mira ndërretnike, ashtu dhe është dhe pozicioni i Bashkimit Evropian që marrëveshja e Ohrit vazhdon të jetë një dokument esencial në demokracinë e vendit dhe sundimin e ligjit. Maqedonia duhet të bëjë të sigurojë që marrëdhëniet ndërretnike në Maqedoni janë më të avancuar dhe duhet të vazhdojë puna në këtë drejtim për të rritur besueshmëria ndërmjet qytetarëve të vendit dhe sidomos di komunitete më të mëdha si janë maqedonës dhe shqiptarët. Kryeministri Besimi pranoi se me një dosje të tillë Maqedonia vë në pikpyetje dhe rekomandimin për hapjen e negociatave. Përveç reformave, Brukseli ndjek nga afër edhe zbatimin e dialogut politik, si një nga kriteret dhe vlerat bazë të Unionit. Megjithatë, Besimi shpreh optimist se deri në shtator vendi mund të arrijë rezultate konkrete në të gjitha temat. Gjithsesi që këto ndikojnë në vlerësimin e Brukselit për progresin e vendit në drejtim të Bashkimit Evropian, po normalisht që ajo e cila do të varet rekomandimi është sa i përket reformave të cilën e shohin në agjendë, por është më rëndësishme që të ketë formë që edhe opozita të mund të ofrohet në tavolinë të bisedojë për tema që e tangojnë vendin se i përket procesit të integrimeve europiane. Autoritetet e Brukselit pas takimit të Këshillit për Stabilizim dhe Asociim ditë më parë, tërhoqën vërejtjen për krizën politike në vend dhe mungesën e dialogut politik. Ata i bën thirrje lidershipit në vend që të përmirësojnë marrëdhëniet ndërretnike, duke zbatuar plotësisht marrëveshjen e Ohrit dhe të punojnë në përmirësimin e cilësisë së institucioneve, në veçantë të gjyqësorit dhe lirisë së mediave.